a duhet me dorëzu nusja rrogën në shtëpi, nëse nuk i kryen punët e shtëpisë, punët e tjera. Ajo që është kryesore, unë nuk po du me lujt rolin e gjykatësit, në këtë mesele, pas të avokatit, me mbrojt dikan ose me akuzu tjetrin. Themi gjithmonë familja duhet me pas mirë kuptim. Kjo motë për shkak që pyet, kjo nuse që punon, për kanë po punon? Po punon për burrin e vet, po punon për veten e vet, po punon për fëmijët e vet. Tash familjet nuk janë familje me ka 50 antar, për familjen e vet. Nëse baba, burri punon, edhe e pagun rrymë me faktura krejt e fëmijët i shkollon, nana punon edhe man veç për veti. Pi kuj pendale atë rrugë? Pi fëmijëve të vet. Edhe hajde paska një vjerën edhe vjerën. Pse mos me gjetë një mirë kuptim? Gjithmonë mirë kuptimi mesatari është ma mira. Pse na detyrimisht duhet gjithmonë me dhënë fetva? Gruaja ka drejt me majt për veti rrogën, mos me prek burri. Burri ka obligim gjithmonë mi kry detyrat, po aja a nuk është antare familjes? Ose të kundërt me thonë, gruaja detyrimisht duhet me punu atje, mu lodh, edhe me armë i bë punë të shtëpisë, edhe patjetër me dorëzu krejt rrogën ajo me met. Illa Allah, vetë Zoti nalt edhe kur gja. Domethënë, puna lodhu jashtë mrena, jo bani mesatare me gjet. Pse gjithmonë dy ekstremat? Na themi që ajo duhet me pas qëllimisht nuk po tham kështu ose ashtu, gjana bani mesatare për familjen tani të punu. Bashkë kretë me gjetë një mirë kuptim.